Cila është natyra jote? A është natyra e një korbi apo natyra e një pëllumbi? Zanafilla kapitulli 8, vargje 6 deri 11 na tregon një ngjarje sui generis, unike. Në një nga momentet më të heshtura, më të thella pas përmbytjes, Noe u hap dritaren e arkës dhe bën diçka jashtëzakonisht shumë profetike. Ai nxjerr jashtë dy zogj, krejt të ndryshëm për nga natyra. Njëri ishte korbi, ndërsa tjetri ishte një pëllumb. Të dy dolën nga njëjta arkë, përjetojnë të njëjtin shpëtim, të dy pan të njëjtën botë të përmbytur, por reagojnë ndryshe. Dhe këtu nis pyetja që shpon ndërgjegjen tonë. Çfarë natyre ke ti? A je një korb apo një pëllumb? Korbi përkufizohet nga natyra që nuk kthehet mbrapsht. Teksti thot, ai lëshoi një korb dhe ai doli duke shkuar prara dhe prapa. Korbi nuk u kthye. Pse? Sepse aty jashtë, kishte ushqim për natyrën e tij. E cili ishte ushqimi që korbin e tërhiqte kaq shumë? Kufoma, kalbëzim, mish i vdekur. Korbi mund të jetonte mbi vdekje. Ai nuk kishte nevojë për arkën, sepse kishte gjetur një alternativë që i përshtatej natyrës së tij. Ndaj miq, ne ju them që ka njerëz të cilët shpëtohen, përjetojnë hirin, hynë në arkë, pra kisha, komuniteti i besimit, por në momentin që dalin prej saj, nuk kthehen më kurrë. Jo sepse nuk e njohin shpëtimin, faljen hyjnore, por sepse natyra e tyre nuk ka ndryshuar. Ata ushqehen me kërma, thashë themet, mëkatet e vjetra, mendësit botës, kënaqësi mishore, karnale. Dhe një lloj si korbi lëvizin para dhe pas, po kurrë nuk gjejnë prehje dhe paqe. Po pëllumbi. Pëllumbi karakterizohet nga një natyrë që kthehet. Bibla thot që Noeu e lëshoi jashtë arkës pëllumbin. Por pëllumbi u kthye. Pse? Sepse nuk gjeti vend për këmbët e tij. Pëllumbi nuk mund të jetojë mbi vdekjen. Ai nuk ushqehet mbi kalbëzimin. Ai nuk qëndron mbi kufoma, por ka një natyrë tjetër. Pëllumbi kërkon jetë dhe kur nuk e gjen, kthehet në arkë. Kjo është natyra e besimtarit vërtet, mund të dalë në botë, mund të provojë, mund të tundohet, mund të jetë një bir plankprishës, por në fund ai nuk do të gjejë kurrë paqe jashtë Krishtit dhe do të kthehet në shtëpi. Për një moment le të imagjinojmë një dialog. Korbi dhe pëllumbi takohen jashtë arkës. Korbi thot: "Shiko se sa shumë ka këtu, ushqim kudo." Pëllumbi përgjigjet: "Unë nuk mund të prek asgjë nga këto, gjithçka është e papastër, është e vdekur." Korbi thot: "Pse të kthehesh, këtu ke liri?" Ndërsa pëllumbi përgjigjet: "Unë nuk kërkoj lirinë pa jetën. Unë jam duke kërkuar një vend ku të qëndroj, të ndërtoj shtëpinë time." Dhe pyetja është, çfarë të tërheq ty më shumë, jeta apo mbetjet e saj? Pëllumbi kthehet me deg ulliri. Herën e dytë pëllumbi kthehet, por këtë herë nuk vjen bosh, ai vjen me një deg ulliri në sjep. Kjo është e jashtëzakonshme. Ulliri është simboli i paqes, i prejjes, i pushimit, i vajosjes, simboli i jetës së re. Pëllumbi nuk sjell informacion, miq. Ai solli shenjë të restaurimit të Zotit mbi planetin. Lejoni të ndaj me ju shkurtimisht mësimet e mëdha. E para, natyra jote përcakton destinacionin tënd. Kujtoni, korbi nuk u kthye, sepse nuk mund të ndryshonte natyrën e tij. Pëllumbi kthehet sepse nuk mund të jetonte ndryshe. Nuk është vendi që të formon, është natyra që ti ke brenda, pra është çështje natyre dhe jo logjike. Jo çdo gjë jashtë është jetë. Bota mund duket e bukur, e mirë, e shkëlqyeshme, por ka gjëra të vdekura brenda saj. Shpesh duhet i thuash jo tundimit, mëkatit, mishit, jetës karnale, dëshirave të kësaj bote. Veprat e mishit janë të dukshme, thot Bibla. Dhe ata që jetojnë në mish nuk mund ta kënaqin Perëndin. Së treti, besimtari i vërtet gjithnjë do të kthehet. Pëllumbi u kthye tek arka. Arka është figura e Krishtit dhe e kishës. Mund të largohesh për një moment, por nëse ke natyrën e re, ti do të kthehesh, sepse nuk ka asgjë jashtë që mund të të zëvendësojë praninë e Zotit tënd. Pyet e veten sot: a jam një korb apo një pëllumb? Çfarë më ushqen më shumë, fjala e Zotit apo kërmat në këtë botë? A gjej kënaqësinë në gjërat e vdekura? A kthehem tek Zoti apo largohem prej tij më shumë, sepse besimtari nuk është ai që nuk bie, që nuk rrëzohet, por ai që ngrihet, kthehet, vjen tek Zoti.
2 zogj, 1 ark, 2 natyra. 2 destinacione krejt të ndryshme. Korbi gjeti botën, sepse atë deshi dhe humbi arkën. Pëllumbi humbi botën dhe i gjeti jetën. Dhe në fund, vetëm njëri u bë simboli i jetës, simboli i paqes. Zot mos na lejo të kemi zemrën e një korbi. Mos na lejo të ushqemi me gjërat e vdekura të kësaj jete. Na jep një zemër që kërkon paqen tek ti dhe bëj që të vim tek ti, jo duar bosh, por me fryt, me paqe, me vajosje, një lloj si pëllumbi u kthye dhe erdhi tek ty. O Zot, bekoj burra dhe gratë që po më ndjekin sot. E lutem që të jetë inkurajim kjo fjalë nga libri i Zanafillës në jetën e tyre. Vetëm ti mund të transformosh njeriun ton të brendshëm dhe të na japësh natyrën e re, natyrën e një biri. O Zot, falenderoj ty për këtë ditë. Ruaj dhe mbroj miqtë e mi. Bekoj familjet dhe fëmijët e tyre. Udhëhiqi ti në shtegun e besimit. Në emrin e Jezusit. Amen dhe amen. Miq, ky është edhe meditimi i kësaj dite, i cili ndërtohet me një metaforë të madhe, metaforën e 2 natyrave. Natyrës mishore që çon në vdekje dhe natyrës frymore që sjell jetë dhe çon në jetë. Korbi dhe pëllumbi i Noeut. Zoti me ju, me zi përjes sërish t'ju takoj nesër.